Skuadra e voleybollit për femra e Skënderbeut ka arritur një fitore të rëndësishme në transfer duke mundur ekipin e Pogradecit me rezultatin 2-3 pas një ndeshje të luftuar që zgjati 2 orë 10 minuta. Takimi nisi mirë për vendaset të cilat fituan setin e parë me shifrat 25-23. Megjithatë vajzat e trajnerit Orlando Koja reaguan shpejt duke barazuar në setin e dytë me rezultatin 17-25 dhe më pas duke kaluar në avantazh me fitoren e setit të tretë 21-25. Pogradecaret e Besnik Lishës nuk u dorëzuan dhe arritën të çonin sfidën në setin final, pasi fituan setin e katërt 25-20. Se nuk shkoj diçka, sepse ndeshja shkoj me rezultat final dhe në rezultati final normalisht dihen që gabimet duhet të jenë shumë të vogla për të fituar. Seti u mbyll me rezultatin 15-11 dhe besoj se nuk kemi ndonjë gjë për të mos u krenuar ose për të mërzitur kaq shumë në këtë set final. Seti i dytë dhe i tretë normalisht ekipi nuk tregoi atë çfarë kishte. Setin e katërt ishte një set mjaft i bukur ku ne luftuam fort dhe fituam me rezultat mjaft të mirë. Por në përgjithësi them që këto 2-3 sete ishin më të luftuara. Seti i parë, i tretë dhe i pestë. Nëse bëjmë ndeshje të tilla, pse jo? Por ka kohë, sepse duhet të mendojmë për ndeshjen e radhës, që kemi një ndeshje mjaft të fortë në transfer dhe besoj se duke marrë ndeshjet një nga një neve mund të arrijmë rezultate. Derbit janë gjithmonë të luftuar, kështu që si shkojnë në gjykimin tuaj këtu takim? Besoj se Pogradeci e tregoi edhe një herë se unë kam gjithmonë thënë që Pogradeci është skuadër me cilësi, ka lojtare të nivelit, sidomos edhe prurjet që kanë ardhur tani. Janë 4 ish lojtare tonë që ka fitu kampionate dhe kupa, kështu që janë me mentalitet fitues. Lisha punon mirë, kështu që Pogradeci është një realitet që neve e kemi marrë gjithmonë konsiderat, nuk e nënvlerësojmë asnjëherë dhe do jenë gjithmonë ndeshje të forta. Në setin vendimtar, Skënderbeu tregoi më shumë qetësi dhe e mbylli me shifrat 11-15, duke siguruar fitoren 2-3 në këtë transfer të vështirë. Një sukses i rëndësishëm për ekipin korçar, që vazhdon të tregoj formë të mirë në kampionat, duke treguar hapur se dhe këtë sezon kërkon titullin kampion, ndërsa liqenorët e kanë të vështirë të kapin një nga 4 vendet e para.